Fëmijë 7 vjeçar është shumë normale që flasin fjalë negative apo fjalë vullgare pak a shumë, siç ne jemi të mësuar që të dëgjojmë nga baballarët, axhallarët e tonë, dajt, apo kushdo qoftë, vëllezrit, nuk ka rëndësi. E di që nuk është e lehtë për ty si nën apo si baba të dëgjosh fëmijën tënd që të flet fjalë vullgare, por të lutem, dëgjoje këtë video deri në fund dhe kuptoje se pse i thojnë ata. Fëmijë 7 vjeçar fillon që të ndjejnë impulse seksuale të fuqishme brenda vetes dhe kjo i shtyn ata që të jenë pak më vullgar, më cool, më arrogant, më dhe i shtyn që të flasin fjalë që nuk duhet i dëgjojmë dhe ti si prind reagon në mënyrë pozitive dhe jo negative nëse fëmia yt flet fjalë vullgare, atëherë ti merre këtë si një gjë normale dhe thuaj vetes që okay, unë e di që fëmia im ka nevojë të thotë këtë fjalë dhe unë dua që ta mësoj fëmijën tim duke intervenuar, duke i thënë që e din ti si çfarë do të thënë kjo fjalë. Nëse fëmia yt përgjigjet thotë jo, po nuk e di çfarë do të thënë, thuaj, kjo fjalë është pak e rëndë ti thuash dikujt dhe nëse ti e thua këtë fjalë një personi lëndohet, ti nuk dëshiron që ta lëndosh dikënd apo jo, sepse nëse ti thua fjalë lënduese, personi nuk do të rrijë me ty, nuk do të luajë me ty, nuk do të flet me ty dhe këto fjalë lëndojnë. Nëse edhe unë i them dikujt një fjalë kështu vullgare, nuk do të më duroj, nuk do të flas me mua, nuk do të ketë dëshirë që të flet më shumë me mua. Dhe kjo e sensibilizon fëmijën. Nëse ti vepron në këtë mënyrë, do ta shohësh që ko pas ku e fëmia do ta përmirësoj veten, edhe pse ka dëshirë që të flet. Po, janë pa cool, është normal.